Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ajo është strength, forca. Është në fakt një nga letrat më të fuqishme të tarot, por jo në mënyrën që shumica mendojnë, është duke i ledatuar një luan. Kjo grua këtu apo ky person. Kjo nuk është forca e dhunshme apo imponuese, është forca e butësisë, e zemrës së qëndrueshme dhe shpirtit që ka mësuar të qetësoj bishën e mbrëmshme. E atë bishë kemi të gjithë. Shikoni, në këtë imazh prekës, ky person, kjo grua dhe luani janë bashkë në paqe. Ajo nuk po e kontrollon me forcë, por me prani të qetë dhe të qëndrueshme. Ajo përfaqëson fuqinë që buron nga vetdia, besimi në vete dhe dashuria për veten. Mesazhi në këtë, ti nuk ke nevojë të luftosh për të qenë i fortë. Ti je e fortë apo i fortë sepse ke mësuar të qëndrosh në veten tënde edhe kur jeta të ka provuar. Mos harro që forca më e madhe që ke është butësia që nuk thyhet dhe besimi që nuk bërtet. Kjo është e fortë apo jo? Jeni një pikë ku ka arritur një balans të rrallë mes instiktit dhe vetë kontrollit të dashur peshqi. Nëse je përballë një sfide, mos vepro nga frika apo zemrimi, por nga zemra jote e qetë dhe e fortë. Kot nuk kanë thënë, qingji i butë i thith dy nëna, apo fjala e ëmbël hap dyert e hekurta. Kjo është mesazhi për ju të dashur peshqi.